Engjëllusha Saliu e buzëqeshur dhe plot dashuri, shpirtat e mi. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Engjëllusha Saliu ka ndarë me ndjekësit një moment të ëmbël dhe familjar në rrjetet sociale. Në një foto të postuar në Insta Story, ajo shfaqet e buzëqeshur dhe e lumtur për krah motrës së saj dhe djalit të motrës, duke i cilësuar me fjalët plot ndjenjë, shpirtat e mi. Në imazhin e përzembërt, Engjëllusha dhe motra e saj rrezatojnë pozitivitet, ndërsa voglushi qëndron mes tyre duke i dhënë skenës një prekje të veçantë dashurie familjare. Këngëtarja që gjithmonë ka treguar afërsinë e madhe me familjen, dëshmon edhe një herë se për të, familja mbetet mbi gjithçka. Fancat e kanë vlerësuar menjëherë postimin, duke komplimentuar për buzëqeshjen e saj karakteristike dhe plot energji pozitive, që përcjell në çdo paraqitje. Engjë vazhdon të mbetet një nga artistët më të dashurat të skenës popullore, jo vetëm për zërin e saj të ëmbël, por edhe për shpirtin e ngrohtë e dashurinë që ndan me ndjekësit. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.